Dhe kjo besoni ka më kthy bumerang, ka më kthye atyre partive politike që mirën me kësi farë kalkulime, ka më kthy bumerang. Kjo ka kriju këtë lloj votuesin në shoqërinë tonë. Për arsye se e kanë keq përdor citatën jo të mirë ekonomike. Ne kemi dalë, numerikisht kemi 26-27 vjet, po janë shumë shkurt për ato që kemi përjetuar. Kemi familjar, kemi thjesht stres, gjithë ato dhe i kanë keq përdor. Dhe thot, unë kam vendosur me t'i dhënë 100 euro studentit, pensionistit, ati, po mas pari ti nuk i vendos, sepse ato pare nuk janë tuat, janë pare të taksapaguesve qytetarë. Dhe ti duhet ta rregullosh me ligj çështjen. Jo ta krijosh një shoqëri të varur për ndihmave sociale. Ti i blen votën. Dhe kjo besoni ka më kthy bumerang, ka më kthye atyre partive politike që mirën me kësi farë kalkulime, ka më kthy bumerang. Sepse thjesht ti ka krijuar një varësi i vetëdijshëm. Jo bre, mos e thuj, unë e kam dëgjuar kohën e fundit qeverinë edhe kryeministrin Kurti edhe ministrin rreth pagës së 13 tek zyrtar publik. Po jemi që të marrëm, përkundrazi ka qenë kërkesë e jonja, sikur në gjithë vendet e botës të aplikohet edhe paga 13 si një stimul për festat e fundvitit edhe është gjithçka në rregull, por problemi është para pagës së 13 zyrtar publik, shërbimi civil, policia, shëndetësia, arsimi, zjarr fiksat, të gjithë që punojnë në sektorin publik kërkojnë rritje të pagave. Aja rrit 30%, aja rrit 50%. Unë dul me ligj, nuk du me qenë servil i askuj ose me shpresu api mi jep, a nuk mi jep. Kretë Kosovën sot pyetja kryesore është apo ndan shtesa apo ndan qeveria ka i qenerë në fund vitit. Dhe kjo përbesë është për të ardhur keq. Sepse është parë qytetarit ajo. Nuk ka drejt askush luaj me parën e qytetarit.